Kaluan 20 vjet. Njeri më i lavdishëm se tjetri. Shqipëria doli nga zjarri dhe fortuna e pamposhtur, krenare, socialiste, me flamujt e kuq që e prinë përpara. Festen e 20 vjetorit të çlirimit, populli ynë e pret kudo me fitore të reja. Fabrika shtyllave centrifugale, që i shtohet kombinatit Josif Pashko në Tiranë, është një qendër e rëndësishme e industrisë së material ndërtimeve. Mira punojës të Elbasanit u mlodhe në fest. Inaugurohet fillimi i punimeve të fabrikës së re të çimentos. Fest edhe në Fier. Këtu po hidhen themelet e uzinës së flerave azotik dhe termocentralit elektrik, kurse veprat e tjera fillojnë punën në ditët e 20 vjetorit. Në prag të jubileut e gjithë Shqipëria gëzon. Kryeqyteti stolisur pret edhe shumë delegat të ardhur nga të gjitha anët e Shqipërisë për kremtimet e 20 vjetorit të çlirimit. Në gëzimin e popullit ton, Shqipëria pret shok e miq nga të katër anët e botës. Populli, partia dhe qeveria Republikës Popullore të Kinës dërguan në festën ton delegacionin me në kryeantarin e byros politike të Komiteti Qendror të Partisë Komuniste dhe zëvendës kryetarin e Këshillit të Shtetit, shokun Li Sinjen. Delegacionin në Republikës Demokratike të Vietnamit e kryeson zëvendës kryeministri Nguyen Duet Trich. Delegacionin në Republikës Demokratike Popullore të Koresë e kryeson Lee Jong-ok, antari i byros politike të Komitetit Qendror të Partisë dhe zëvendës kryetari i Kabinetit të Ministrave. Delegacionin e Partisë Punëtore Rumune dhe Qeverisë e Republikës Popullore të Rumanisë e kryeson Dimitru Kolju, kandidat i byros politike të Komitetit Qendror të Partisë. Arrin delegacioni Partisë e Frontit Nacional Çlirimtar dhe Qeverisë e Republikës Algjeriane Demokratike dhe Popullore. Në aeroportin e Tiranës mbriti delegacioni kuban i kryesuar nga Ulfredo Rodriguez, antari i udhëheqjes së Partisë së Bashkuar të Revolucionit Socialist të Kubës për krahinën e Havanës. Me ndjenjët e miqësisë, dashurisë dhe respektit për popullin dhe partinë tonë heroike, vinë delegacionet partive komuniste dhe të grupeve marksiste-leniniste nga të katër anët e botës. Vinë shok e miq nga Indonezia e Belgjika, nga Anglia, Franca e Italia, Austria, Zelanda e Re dhe Japonia, nga Ghana e Malgashi, miq e shok nga të 5 kontinentet e botës. Vinë bashkëdhetar nga vendet e largëta për ta parë Shqipërinë e re socialiste, atë dheun e shtrenjtë e të bukur. Sekretari i pari i Komiteti Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë, shoku Enver Hoxha, antari i byros politike dhe kryetari i Këshillit të Ministrave, shoku Mehmet Sheu, e udhëheqjes të Partisë të Shtetit,
priten delegacionin e Partisë Komuniste dhe Qeverisë së Republikës Popullore të Kinës. Delegacionin e Partisë dhe Qeverisë të Republikës Demokratike Popullore të Koresë. Delegacionin e Partisë e Punonjësve të Vietnamit dhe të Qeverisë së Republikës Demokratike të Vietnamit. Delegacionin e Partisë Punëtore Rumune dhe të Qeverisë së Republikës Popullore të Rumanisë. Delegacionin Kuban. Delegacionin e Partisë e Frontit Nacional Çlirimtar Algjerian dhe Qeverisë Demokratike dhe Popullore të Algjerisë. Partia Punës së Shqipërisë dhe Partia e Lavdishme Komuniste e Kinës krijuan dhe ngritën lart miqësinë midis dy vendeve tona, dy popujve tanë. Takimet dhe bisedat me miqt u zhvilluan në një atmosferë të përzemërt. Ato forcojnë me tej miqësinë e popujve tanë në luftën e përbashkët për paqen, demokracinë dhe socializmin. Gjatë luftës çlirimtare, në fushën e Nderit dhan jetën 28.000 dëshmorë. Ne kujtojmë heroizmin, trimërinë, guximin e tyre. Ne kujtojmë idealet e tyre që u bën realitet në Shqipërinë e re socialiste. Kur ora lulesh në sheh respekti për dëshmorët tanë të lirisë, vendosin përfaqësuesit e popullit vëlla kinez, të dërgurit e popullit vietnamez, dhe delegacionet e tjera. Me epopejën e ndritur të luftës, njihen miq të huaj gjatë vizitave të shumta nëpër vendin tonë. Muzeumi i Luftës Nacional Çlirimtare është historia e gjallë e partisë sonë. E ndriquar nga idetë e pavdekshme të marksizëm-leninizmit, partia në momentet vështira organizoi revolucionin popullor, krijoi armatën prej 70.000 partizanësh që udhëhiqej nga komandanti i përgjithshëm Shoku Enver Hoxha. Inaugurohet ekspozita kombëtare e arteve figurative, organizuar me rastin e 20 vjetorit të çlirimit. Heroika e luftës dhe punës ndërtimtare, tërheq gjithnjë piktorët e skulptorët në punën e tyre krijuese,
në pasqyrimin e virtuteve të popullit ton të rim e punëdashës. Zhvillimi i arteve figurative është një dëshmi e qartë e mendimit revolucionar, e ndjenjave dhe aftësive krijonëse të artistëve tanë. Në prag të festës së shënuar, udhëheqës të partisë të shtetit me shokun Enver Hoxhën e krye, si edhe shumë miq të ardhur nga të gjitha anët e botës, vinë të marrin pjesë në inaugurimin e ekspozites Shqipëria Socialiste në 20 vjetorin e saj. Fjalën e rastit e mbajti shoku Spiro Koleka, antari i Byros Politike të Komitetit Qendror të Partisë dhe zëvendës kryetari i parë i Këshillit të Ministrave. Shiritin e preu shoku Mehmet Sheu, antari i Byros Politike të Komitetit Qendror të Partisë dhe kryetari i Këshillit të Ministrave. Ekspozita tregon përparimet, fitoret e arritura në zhvillimin e ekonomisë dhe kulturës sonë popullore gjatë 2 dekadave. Gjatë 20 vjetëve, Shqipëria nga një vend agrar i prapambetur u transformua në një vend me industri që përparon nga vitin e vit. Për sukseset e reja, flasin maketet e veprave të ardhshme të uzinave dhe fabrikave. Tekstilet e markës shqiptare plotësojnë nevojat e vendit dhe njihen në shumë tregjet e huaja. Hapat të mëdha përpara janë bërë në sektorin e bujqësisë. Kolektivizimi, kjo kthesë revolucionare në jetën e fshatit shqiptar, rriti përllimtarinë në drithra buke, bimë industriale, perime e fruta. Ekspozita Shqipëria Socialiste në 20 vjetorin e saj është një pasqyrë gjallë e përparimeve të arritura në çdo fushë të jetës, në të gjithë sektorët e ekonomisë. Në pallatin e brigatave, Komiteti Qendror i Partisë, Presidiumi i Kuvendit Popullor dhe Këshilli i Ministrave dhanë një pritje të madhe. Në fjalën e rastit, shoku Mehmet Sheu ju uroi të pranishmeve festën e shënuar 20 vjetorin e çlirimit të dheut.
Për të përkujtuar ditën historike të jubileut ton, në Pallatin e Sportit Partizani në Tiranë, u mlodhen qindra banor të kryeqytetit, delegat nga krahinat dhe mysafirë të huaj. Dashuri dhe mirënjohje për partinë e punës, udhëheqësin e mësuesin ton Shokun Enver Hoxha, për ata që na prinë në betejat e lavdishme partizane dhe në përpjekjet heroike për ndërtimin e Shqipërisë së re socialiste. Mbledhjen solemne e hap shoku Mehmet Sheu. Të dashur shokë dhe miq, që nga dita e çlirimit të atleu ton nga zgjedhja e huaj fashiste dhe gjërmë sot u mbushën 20 vjet. Gjatë këtyre 20 vjetëve, çdo gjë ka ndryshuar në Shqipëri. Fushat, malet, qytetet, fshatrat dhe mbi të gjitha njerëzit. Shoku Mehmet Sheu, pasi përmendi sukseset me të cilat populli ynë vjen në jubileun e 20 vjetorit të çlirimit, ja dha fjalën Shokut Enver Hoxha. Të dashur shokë dhe shoqe, motra e vëllezër anë mban në Shqipërisë. Të nderuar miq, sot mbarë populli ynë në të katër anët e vendit dhe të gjithë bashkëtetarët tanë patriotë, kudo që ndodhen në botë, janë në festë e në gëzim të papërshkruar. Ata kremtojnë jubileun më të shënuar në historinë e lavdishme e shumë shekullore të Shqipërisë, 20 vjetorin e çlirimit të atleu dhe të vendosjes pushtetit popullor. Më lejoni që në emër të Komitetit Qendror të Partisë, të Prezidiumit të Kuvendit Popullor, të Këshillit të Ministrave dhe të Këshillit të Përgjithshëm të Frontit Demokratik të Shqipërisë, të shpreh të gjithëve përshëndetjet dhe urrimet më të zjarta. Gëzuar festat e mëdha të nëndorit, gëzuar Duke folur për fitoret arritur nga populli ynë, shoku Enver Hoxha ndër të tjera tha: Të dashur shok, 20 vjetor i çlirimit e gjen atleun tonë në Shqipërinë, një vend të lirë të pavarur socialist, me një bazë industriale të zhvilluar, me një bujqësi të madhe socialiste, me një kulturë të përparuar dhe me nivel jetese të ngritur, me një rend shoqëror të shëndosh, të përbërë nga klasa punonjëse mike, të bashkuara në një unitet moralo-politik të pathyeshëm, me një pozitë ndërkombëtare më të fortë se kur ndonjëherë tjetër. Ëndrat mizore të imperialistëve, të titistëve, të krushovianëve e të veglave të tyre, për të ndaluar hovin revolucionar të popullit tonë, për t'i vënë mina ndërtimit socialist, për t'a bërë atë të shtridorën imperializmit, e për t'a hedhur në prërin e tij, për të marrë në përkëmbët dinjitetin dhe nderin e popullit dhe të partisë tonë, ku bënë plur dhe hi. Popull dhe parti, si një trup i vetëm, u rezistuan të gjitha rrezikeve, pengesave, vështirësive, u treguan armiqve kur të herë grushtin dhe u dhanë goditje të një pasnjëshme, dërmonjëse. Duke përfunduar fjalën e tij, shoku Enver tha: Të dashur shok dhe shoqe, rruga e lavdishme që ka bërë populli në udhëheqjen e partisë, e bën atë me të drejtë,
të jetë sot krenar. Për fitorjet atë se kanë dehur kur. Dhe aq më tepër sot, kur mbetet akoma ka shumë për të bërë. A i s'flëmbi dafina. Vitet e luftës dhe të punës ndërtimtare të këtyre 20 vjetëve e kanë pajisur popullin tonë me një eksperiencë kolosale dhe e kanë kalitur për së tepërmi. A i kur s'ka pasur iluzione se ndërtimi i socializmit është një punë e lehtë dhe se mund të pritet si dhuratë. A i s'u ka kthyer kur kurizin armiqve, pengesave, vështirësive dhe rrezikeve, kur ka qenë puna për këtë çështje të drejtë të mëdha, por është angazhuar në luftë me to dhe i kanë poshtë. Kështu do të ndodhë edhe në të ardhmen. Populli ynë është i paepur, a i ka energji krijuese të pashtershme dhe një shpirt të madh revolucionar. Nuk ka dhe nuk do të ketë as sot as nesër forcë, pengesë e vështirësi që mund të ndalë atë të ecë kudoherë fitimtar në rrugën drejt komunizmi. Në këtë 20 vjetor të lavdishëm a i rigrupon forcat për startin e ri drejt betejave të reja, drejt fitorjeve të reja të pashmangshme, gjithë një më madhështore. Dhe të tillë popull revolucionar, udhëhequr nga Partia Punës, Shqipëria e reje vetëm jetoj, lëftoj e fitoj në këta 20 vjet, por do të rrojë, do të lëftojë, do të fitojë e do të lullëzojë në shekuj. Fjale historike e shokut Enver u kthye në një manifestim të fuqishëm të unitetit moralo-politik të popullit ton rreth Partisë së Punës dhe komitetit të saj. Sot është 29 nëntor. Do të kalojnë vitet dhe për secilin jubileu i madh do të mbetet i paharruar. Sot është ditëlindja e Shqipërisë socialiste. Gëzojnë zemrat, qeshin fytyrat. Përshëndetje të zjarta partisë son të lavdishme. Përshëndetje nga zemra shokut Enver Hoxha, udhëheqësve të popullit dhe të partisë son. Shoku Gjeral, trupat pjesëmarrëse në parat, për ndër 20 vjetorit të Çlirimit të Tadeut, janë arrestuar. Koordidat i paradës, Gjeral Parlat. Shok, ju përshëndes. Me rastin e 20 vjetorit të Çlirimit të Tadeut, ju uroj.
Në emër të Komitetit Qendror të Partisë, Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe të Këshillit të Ministrave, përshëndeti shoku Beqir Balluku. Të dashur qytetar e qytetare të Tiranës dhe të gjitha dheut tonë socialist, shok kushtar, detar nën oficer, general dhe admiral, të nderuar musafir, sot në katëranët e vendit, populli ynë krenar, feston e gëzon plot entuziazm, jubileun e madh 20 vjetorin e shtlirimit të dheut nga pushtusit nazi-fashist dhe tradhtarët e vendit. Duke zbatuar porositë e Komitetit Qendror të Partisë, luftëtarët e forcave tona të armatosura, të edukuar me frymin e dashurisë plak ndaj popullit, atdheut, partisë e qeshjes madhe të marksizëm-leninizmit, dhe në të ardhmen do të mprejnë akoma më shumë vigjilencën revolucionare, do të ngrejnë më lart nivelin e përgatitjes tyre ushtarako-politike dhe tekniko-profesionale, do të forcojnë disiplinën dhe gatishmërinë luftarake dhe si gjithmonë do të mbrojnë me vigjilencë kufijt e shenjtë të dheut dhe punën paqësore e ndërtimtare të popullit trim e punëtor shqiptar. Përpara përfitore të reja akoma më të mëdha për ndërtimin e plot socializmit në vendin tonë. Lavdi marksizëm-leninizmit, ura! Parakalimin e hap Akademia Ushtarake Mehmet Sheu, në të cilën përgatiten kuadrët e larta për shumë lloje armësh dhe shërbimesh të forcave të armatosura. Parakalon shkolla bashkure oficerave Enver Hoxha, e krijuar më shumë se 20 vjet më parë, kur ushtria jonë vazhdonte luftën me pushtuesit fashist. Ajo përgatit oficerë të gjitha llojeve të armëve të trupave toksor. Me hap krenar e të sigurt, kalojnë pjesëmarrësit më të ri të paradës, nxënësit e shkollës ushtarake, që man emrin e erojt legjendar të popullit ton, Skënderbeut. Parakalojnë kufitarët. Çdo pëllëm tokë buz kufive, malet dhe pyjet mund të tregojnë për guximin dhe heroizmin e këtyre trimave sy pa trembur. Si valë të fuqishme, kalojnë njësit e këmsërisë. Me një ushtri të tillë, besnike e të devotshme, që vigjilon ditë e natë, populli ynë punon i qetë. Parakalojnë përfaqësuesit e flotës luftarako-detare. Marinarët tanë qëndrojnë të gatshëm e vigjilent, që të plotësojnë me nder detyrat e shejta për mbrojtjen e punës paqësore të popullit ton në ujërat e Jonit dhe Adriatikut të kaltërt. Njëzet vjet më parë, ne fituam me armiq të shumtë në numër, të pajisur me armatimin dhe teknikën më moderne të kohës. Këti armiku të fuqishëm i beri ball heroizmi masiv i partizanëve të armatosur keq, të zhveshur e të uritur. Tani ushtria jon është në gjendje për të përgjegjur kërkesave të luftës moderne.
Parakalojnë repartet e llojeve të armëve. Parakalojnë njësitë artillerisë. Kjo armë ushtërison u krijua në betejat e luftës partizane. Zjarri i saj 21 vjet më parë, në tetor të vitit 1943, shpërndau me turp asamblen tradhtare. Duke zhvilluar gjithnjë më tepër traditat e lavdishme luftarake, duke zotëruar e përsosur njohuritë profesionale, artilierët rrisin aftësitë luftarake dhe kryen me nder detyrat që u ngarkon populli e partia. Parada ushtarake të mushë zemrën me krenari për ushtrin popullore, roje gjithnjë e gatshme e atë dheut tonë socialist. Duke parë këto armë, kujtojmë jataganet e hutat, martinet e vjetet e gjyshërve tanë dhe pushket e lavdishme partizane. Por sot populli ynë ka në dorë armë të fuqishme me të cilat mbron lirin e punën paqësore. Në 20 vjetorin e çlirimit të dheut, ushtria jonë është me fortë se kurrë, moderne dhe e gatshme si një trup i vetëm, të ngrihet kundër çdo armiku që do të guxojë të cënojë popullin tonë. Parakalojnë repartet e trupave të raketave të ushtrisë popullore. Parakalon njësia tankiste që man emrin e eroj të popullit Bojo Kushi.
Parada ushtarake tregoi aftësinë dhe gatishmërinë luftarake, disiplinën dhe ndërgjegjjen e lartë të luftëtarëve tanë. Ajo tregoi forcën e ushtrisë popullore të krijuar dhe udhëhequr nga Partia e Punës. Me ballin lart të pastër, parakalon Shqipëria, feston Shqipëria 20 vjeçare. Në udhëheqjen e partisë, ne luftuam e punuam. Në udhëheqjen e saj, ne do të marshojmë kurdoherë përpara. Flamujt tanë, ato do të valojnë gjithë një krenar. Këta flamuj betejesh e punë ndërtimtare, do të kalojnë brez pas brezi si një amanet i shenjtë. Rinia përfaqëson gëzimin, forcën dhe bukurinë e viteve të lirisë. Të qeshur e të lumtur, parakalojnë pionierët përpara udhëheqësve të dashur. Parakalon klasa punëtore, ajo që në këto 20 vjet ndërtoi hidrocentrale e kombinate, hapi minjera e ngriti lart ogjaqet e fabrikave dhe uzinave. Ne marshojmë fitimtar drejt socializmit, në miqësitë e ngushtë me mbar popujt përparimtar të botës. Prohoritjet e zjarta për miqësinë e pathyeshme shqiptaro-kineze për kryetarin Mao Tse-tung. Buz Adriatikut, Shqipëria re qëndron e paepër në avampostin e kampit socialist, besnike e popujve që luftojnë për shlerimin kombëtar. Çdo zemër shqiptari sot është një flamur i kuq, dhe në kryet e tyre qëndron flamuri i Partisë Punës së Shqipërisë, flamuri i socializmit dhe komunizmit. Me të tillë popull revolucionar, Shqipëria re jo vetëm jetoi, luftoi e fitoi në këto 20 vjet, por do të rrojë, do të fitoj e do të lulëzoj në shekuj.